rëndësishme që edhe në produksione të tilla që tingëllojnë komike për qeshur të ketë mesazhe të forta. Kështu që madomendja edhe këtu brenda këtij filmi që jam e bindur do të bëj një pjesë të mirë të audiencës të shkrihen edhe të qeshin pafundësisht, ka mesazhe të cilat vlen të përcillen tek publiku, cilat janë disa prej tyre. Pra, çfarë kanë në thelb përtej batutave, përtej komikës. Diçka diti apo po nuk hasun sigur. Jo, nëse kemi parë filmin. Okej. Ne kemi intuit gazetari. Bravo, shumë më pëlqen inteligjenca juaj gazetares. Atëherë, patjetër ka mesazhe shumë të forta. Ka mesazhe shumë të forta njerëzore, ka mesazhe nuk janë vetëm krajinore, por janë mesazhe që ato mund t'i gjesh në gjithë botën. Për shembull në çdo vend. Edhe mesazhet janë aq të forta sa që kur ndërthuren edhe në pjesa komedisë, kur ndërthuren bashk, mbase bëhen më të forta, po edhe mesazhi del më i qartë. Mesazhi del më i bukur. Por ka pjesën e romancës të vet, është romanca e vet, është pjesa komike, është pjesa dramatike, patjetër që ka. Por është e gjitha ndërthuret aq bukur sa që ty të serviret një komedi e jashtëzakonshme në pjatë, sa që ti do ta hash e do ta përtypësh, edhe pastaj kur të dalësh nga kinemaja do fillosh të reflektosh, edhe do mendosh. Jo vetëm do qeshësh, edhe do mendosh. Këtë po presim nga publiku dhe ne jemi të bindur që do e arrim këtë gjë, sepse puna jon është bërë punë e madhe, me përkushtim, me dashuri, dhe kur bëm punë me përkushtim dhe dashuri, besoj që rezultatin do ta kemi. E vërtet, po qysho mos e kemi, jenë Terezit jo. Po që janë këto mua tani më donen origjinë, telefon Allah. Sa vite kam që të njohë gon, kam gati 5 vjet që njohë gonin. Ishte era parë që flet si vlen. Ere parë? Po jo, mo. Po mi na fol çik si fjerakshi. Bollo bullizove mua. Se ne jemi gjiton, Jevi gjiton. Do doja të flisja, po besoj që flasi fjerak. Jo, nuk flasin fare fjerak. Fare. Ska jo, nuk ka rëndësi. Mirë, nuk ka rëndësi dhe fjerak i duam shumë. Që të mos keni asnjë dyshim. Po patjetër që i doni si mund mos i doni. I duam pafund. Duam pafund. Gjithë shqiptarët kudo. Të gjithë shqiptarët kudo brenda. Ka tjerët në dorë flisni çun. Brenda dhe jashtë kufive.